Pak javë më parë, një i pandehur për korrupsion kërkoi në gjykatë ndihmën më të paprecedent. Një ish-ministër Ilir Beqaj kërkoi ndihmën e një kolege të tij të re ministre për shurtimin e dosjes së voluminoze e Timoren Spak. Kolega e re quhej Djella. Kërkesa e Beqës duke si provokim, por Djella është një personazh serioz. Ajo e nisi karrierën si call center, por sot është jo thjesht një ministre e qeverisë Rama 4, por e famshme thuajse sa shefi i saj bile për te kufive të Shqipërisë, ajo bëj lajm botror, si ministre e parë virtuale në Ruzu. Ngjarja sigurisht bëri buj pasi vinte nga Shqipëria, një vend ku interneti u fut si një liri e mohuar vetëm në vitet 90, thuajse njëkohësisht me lirinë e lëvizjes apo të pasjes së makinave private. Një vend ku ende sot Apple nuk ka një dyqan real dhe as virtual, ku pagesat cash ende mbizotrojnë mbi ato digjitale dhe ku sistemi i dhënave ende nuk e ka marrë veten nga një sulm hakerësh ndërkombëtar në verën e vitit 2022. Dhe nuk ishte hera parë që termi Shqipëri dhe shqiptar përmendeshin së bashku me përmendjen e inteligjencës artificiale. Nëna e ChatGPT është një vlonjate, Mira Murati, një vajzë vlonjate e ardhur në Amerikë nga imigracioni, e cila bëri buj së fundmi duke ikur nga kompania që krijoi dhe duke refuzuar më pas ofertën miliarda dollarësh për të bashkuar me Mark Zuckerberg. Ajo tani po krijon një kompani të saj, por thonë se është edhe pas Djellës dhe asistencës ndaj shtetit shqiptar, i cili po kërkon që Djella të na ndihmojë në kohën e humbur në këto 35 vjet në rrugën tonë drejt Europës. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Por puna është, a jemi dhe ne gati? Dhe për më shumë, a është bota gati për këtë fazë thuajse distopike të revolucionit teknologjik? Sigurisht inteligjenca artificiale vdes burokracinë, shkurton kohë dhe kosto, por sa e saktë është ajo? Dim që ajo mëson shpejt, por në kohë bën dhe gabime. Dhe nëse gabimet në përkthime tolerohen, sa është marzhi i tolerimit në një operacion në tru? Po në komandën që mund të marrë një predh apo raket, sa besim duhet kemi ne tek një makinë për çuar pa shofer fëmijët tanë në shkollë? Dhe për të kthyer Djellës në fund fare, kush e komandon atë? Në diskutim janë parimet demokratike, morale dhe filozofike të shoqërisë moderne, e cila po është e prirur drejt zbulimeve revolucionare dhe të panjohurës, por e panjohura ka rreziqet e saj, dhe jemi ne gati që të pranojmë ato në emër të zhvillimit. Për këtë do të flasim sonte, sikje.